Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian vendos taksa për të gjitha produktet që blihen online përmes kompanive kineze. Unioni heq përjashtimin doganor që lejonte që dërgesat e vogla nga vendet e treta të hynin në blok pa paguar dogan. Kjo do të thotë se konsumatorët europian nuk do të blejnë më madhra përmes platformave të njohura kineze si Shein, Temu dhe AliExpress me kushtet e deri tanishme. Komisioni Evropian njofton se nga një koriku blerjet online jashtë Bashkimit Evropian me vlerë deri në 150 euro nuk janë më të përjashtuara nga dogana. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se ky ndryshim synon të krijojë kushte më të drejta për kompanitë europiane dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë për konsumatorët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rusia mbyll një pjesë të kufirit të saj me Bashkimin Evropian. Me një dekret të firmosur nga kryeministri Mikhail Mishustin, qeveria ruse pezulloi për një afat të pacaktuar qarkullimin e personave, automjeteve, mallrave dhe dërgesave tregtare në 7 pika të rëndësishme kufitare me Finlandën, Estoninë dhe Letoninë. Vendimi përfshin rajonin e Leningradit, 2 pika kufitare në Kareli, kalimet mes Shën Petersburgut dhe Finlandës, rajonin e Pskovit, si dhe kufirin mes Rusisë dhe Letonisë. Pikat e mbyllura janë ndërhyjet më të rëndësishme të transportit e kurrëdor mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dokumenti përbëhet vetëm nga vendimi administrativ për mbylljen e pikave kufitare pa shpjeguar shkaqet për të. Suedia i shet avionët të Ukrainës. Prodhuesi suedez i pajisjeve të mbrojtjes SAP nënshkroi një kontratë furnizimi me rreth 16 avion luftarak Gripen E me vlerë rreth 2.54 miliard dollar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se marrëveshja e rritur me kryeministrin suedez Ulf Kristersson përfshin blerjen e 16 avionëve Gripen E si dhe mbështetje teknike. Kompania SAP bëri të ditur se dërgesat e avionëve të modelit Gripen E janë planifikuar për vitet 2029-2030. Dorëzimi i modeleve më të vjetra, Gripen C dhe D, do të nisë në fillim të vitit 2027. Sipas raportimeve të merrshme, Ukraina do të financojë blerjen e avionëve luftarak suedez përmes paketës së kredisë së Bashkimit Evropian me vlerë 90 miliard euro. Qeveria gjermane merr masat për forcimin e ushtrisë, miratojnë projektligje që synojnë rritjen e rezervës së ushtrisë dhe përshpejtimin e ndërtimit të objektivave ushtarak. Kabineti miratoi një projektligj që forcon rezervën dhe një tjetër që synon përshpejtimin e ndërtimit të infrastrukturës së Bundeswehrit, deklaroi ministri i mbrojtjes së Gjermanisë Pistorius. Pjesëmarrja në stërvitjen ushtarake do të jetë detyrueshme për rezervistët dhe nuk do të kërkojë pëlqimin e punëdhënësit. Rezervistët mund të thirren gjithashtu në situata krize, përfshirë në rast të kërcënimeve hibride, edhe nëse nuk ka nevojë formale për të mbrojtur vendin. Autoritetet gjermane synojnë të rrisin numrin e rezervistëve në të paktën 200.000 deri në vitin 2033. Ushtria në detyrë aktive pritet të rritet në 260.000 ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Iranin se nuk do të lejojnë taksimin e asnjë anije që kalon përmes ngushticës së Hormuzit. Apeli vjen nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës J.D. Vance. Dua vetëm të jem shumë i qartë këtu. Kjo nuk do të përfundojë në një vend ku iranianët po mbledhin taksa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit, deklaroi J.D. Vance. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë shumë pika ndikimin ndaj Iranit në mënyrë që situata me Republikën Islamike të përfundojë në një vend që është i mirë për objektivat e Amerikës. Merret gazeta The New York Times raportoi se Omani i kishte paraqitur Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera perëndimore një propozim zyrtar për të vendosur tarifa për kalimin e anijeve nëpër ngushticën e Hormuzit. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.